Futbolli shqiptar ka nisur sezonin e ri me një rregull që synon të hap më shumë dyert lojtarëve të rinj. Në abisnet superiore dhe Kupën e Shqipërisë, çdo skuadër duhet të aktivizojë nga minuta e parë të paktën një futbollist të vitlindjes 2007 në vijim me pasaportë shqiptare. Për trajnerin e moshave Arben Parmeza, klubet e futbollit shqiptar përfshirë edhe vllaznin duhet të tregojnë më shumë besim tek lojtarët që formohen në akademi, duke krijuar një lidhje më të fortë mes ekipeve të moshave dhe skuadrës së parë. Jemi në një proces tashmë jemi në punë, jemi në volumin e punës. Unë mendoj që puna tek akademit duhet të shikohet, duhet të vlerësohet më tepër nga ekipet e para, nga presidenca, sepse është një bazë e madhe, është një gjë shumë e mirë të prodhosh lojtarë tuaj dhe ti përdorësh ato për arritjen e objektiveve të klubit. Në Shkodër, futbolli vijon të jetë sporti që tërheq një numër të madh të rinj. Mundësia për të parë bashkëmoshatarët e tyre të aktivizohen në nivelet më të larta, pritet të shërbejë edhe si një shtys për breza që stërviten çdo ditë me synimin për të mbërritur në futbollin profesionist.